profesionin. Përveç kësaj do të flasim edhe për benefitet që mund të sjellë ky lloj profesioni. Andi, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Knacit kem në studio prapë, di që nga hera e kalume kemi diskutuar shumë gjana për zgjedhjen tënde edhe shumë çka tjetër, gjithsesi sot do të flasim pak a shumë se si po shkojnë punët dhe jo vetëm do ndalemi te studio, do ndalemi te shumë gjana tjera që kanë të bëjnë me profesionin. Faleminderit shumë për ftesën. Siç e kemi diskutuar edhe më herët, unë jam Andi Hoxha, jam balerin për 13 vitesh edhe vi nga Prizreni. Kursin tem e hapëm atëherë në shtator, kur e bëm bashkë edhe intervistën, edhe që atëherë kursi po shkon shumë mirë, kam shumë produktivitet me fëmijët, edhe gjithçka është në rregull, po përgatitemi për shfaqjet që kemi në fund të prillit, bashkë me fëmijët, edhe gjithçka po shkon shumë në rregull, fëmijët vinë shumë me përkushtim, edhe kanë shumë dëshirë me mësu, lëvizje të reja, ushtrime të reja, me dëgju muzikë të re, edhe vetëm me pas një kënaqësi sa më të mirë me fëmijën. Dhe padyshim me pas edhe momente ku ndoshta shkëputen nga gjitha obligimet apo ato kërkesat që mund t'i kenë nga shkolla, nga familja, nga rreti, kështu me radhë. Ajo shumë është e rëndësishme. E kum vret te shumë fëmijë kur vinë te studio thojnë kur po vim këtu po kënaqemi, nuk po kemi stres, nuk po na kërkon dikush detyra, nuk po na kërkon dikush me qenë on top non stop. Edhe kjo mban muni shumë mirë, detyrat edhe ton kanë, po që janë detyra që i bëjnë me vullnet, edhe kur është me vullnet, pastaj nuk është më detyrë, është dëshirë. Edhe me fëmijët kaloj shumë mirë, shumica prej tyre edhe kanë atë me ato imagjinatën e tyre, non stop më thojnë, po sikur me flet sot këtu te studio e baletit, ose a mundemi me flet te llampa aty, me hap edhe me flet aty, se kemi shumë dëshirë me qëndru këtu. Edhe kështu, këto fjalë, pavarësisht gjithave, më mbajnë muni shumë mirë, se fëmijët janë shumë sinqertë. Nuk janë prej atyre që të gënjejnë ose të tojnë diçka që nuk thuhet. Ta thënë ato që e mendojnë, edhe kur e thojnë kështu, unë ja besoj komplet fjalën edhe jam shumë i kënaqur që marr, kështu lloj fjalësh prej fëmijëve. Edhe padyshim që ta kam besu punën në një farë mënyra, se jemi mësuar deri tani në këtë pikë të shohim gjinin femrore që hap studio baleti, dhe në këtë rast kemi edhe një të cilën e udhëheq ti. Sa e kam pas të vështirë apo të lehtë, po themi, për ta besuar punën dhe jo, pse jo, për të ardhur edhe të vazhdu të mësuarit balet? Është pak e vështirë, sidomos për një mashkull me dhënë mësim të baletit klasik, sepse mbi të gjitha një numër i madh i fëmijëve që vinë janë vajza, edhe secili prind normal prej historive që i kemi dëgjuar edhe prej pamjeve që nuk harrohen shumë kollaj për shumë lajmeve të ndryshme, kanë edhe pak një ndrojtje, sepse është një profesion që sado kudo paragjykohet. Si të femrat e të meshkujt, paragjykimet, thashë edhe më herët, nuk largohen, për çdo send që ti e bën, kime pas një paragjykim, ndash për të mirë, ndash për të keq, po që... Mund do t'jetë dikush që do të gjej diçka për paragjykua apo për të thënë. Po që me prindrit që jam unë, edhe janë shumë rahat, përderisa edhe fëmijët, kur të vinë, janë shumë të lumtur që vinë te unë, atëherë mendoj se është gjithçka në rregull. Nëse na herë ndodh me pas një keq kuptim ose diçka normal që do e adresoj me prindrit e me gjithë, po që për momentin jam shumë në rregull, jam shumë mirë. Ndryshe është këtu në Kosovë, unë e kam prit edhe në Tiranë që kam qenë në njëjta situatë ku prindrit kanë qenë më pranues ndaj për profesor që janë meshkuj, po që nuk po ndodh kështu për çudi. Në Tiranë po është pak më problem. Kam provu në shumë studia dhe atje me punu, por që gjithë pastaj thojnë prindrit i dojnë femra, jo meshkuj, edhe kështu që kur hapa time jam shumë në rregull edhe jam shumë mirë, kështu që... Je rahat. Po. Edhe i kënaqur, padyshim me ato fjalët e mahershme, kur të vinë nga ato engjëjt e vegjël, që janë gjithmonë të drejtë për drejtë dhe e thuan atë se çfarë mendojnë, pa pas më dyshje. Vështirësia më e madhe që ka qenë për të hapur, apo për të marrë vendimin? Si vështirësi, suj me thonë, po ka qenë pak breng, se secili person mendoj se ka më dyshet e veta, te vetvetja, se mënyra se qysh ka me të shku kursi, mënyra se qysh kemi i trajtu fëmijët, mënyra se qysh kemi i mësu, gjona që ti duesh me i thjeshtësu, se unë për shembull jam që 13 vite dhe ushtrimet e mia janë shumë me teknikë të lartë. E të tash duesh me u kthy komplet prej fillimit, ato që i ke mësu ti kur je ka një vogël, dhe me të mendojsha, po edhe me transmetu tash te fëmijët. Po që më vjen shumë natyrshëm, jam shumë, mendoj se kam shumë si dhun ti, që me fëmijët e kam shumë kollaj me punu,
Po edhe me triturit, domethënë nuk e kam problem, thjesht mënyra jem e të shprehurit edhe mënyra se qysh komunikoj është shumë e thjesht edhe mundona e kuptoj me njerë nivelin se si e kërkon një fëmijë ose si kërkon një të rritur mënyrën e shpjegimit. Edhe pastaj e kam shumë të lehtë me u marrë me këtë pjesë. Pjesë e vështirë ka qenë për, domethënë me fëmijët paksa ose stresuese, ka qenë mënyra që nuk do isha shumë me kuptu, me marrë si argëtim. Do isha që përveç argëtimit, përveç kënaqësisë, përveç pozitivitetit që e bëjmë te, akademia kam qef shumë edhe me e marrë seriozisht. Me e kuptu që është një lëmi që kërkon seriozitet. Dhe disiplin pa tjetër. Edhe në fund të ditës shfaqet do të shfaqen për para publikut. Ajo është normal. Produkti final është shumë i rëndësishëm edhe para produktit final, këtë ato që ka ndodhin janë që ngilin brenda 4 mureve, edhe aty pastaj është puna ma e lodhshme, se sa ajo që nxjerrim prapa ose para prindërve. Do të flasim pak për benefitet që mund të sjell baleti, vallëzimi në përgjithësi, se mund të ketë tani edhe koreografi, zhandre të ndryshme. Po, zhandre të ndryshme, ka. Nëse flasim për benefitet që i bëhen fëmijëve, atëherë ka shumë. Është mënyra se si krijojnë komunikim, një rreth shoqëror jashtë shkollor, një rreth shoqëror jashtë mureve të shtëpisë, është diçka që si që thajme dhe menat, relaksohen, është shumë relaksim, edhe ndihmon fëmijët edhe nga ana fizike, trupore, dhe me thonë për zhvillimin e muskujve, për zhvillimin e mendjes, që ti dush me mbajt mend çdo gjë, çdo kritik, çdo korrigjim që është dhënë nga pedagogu, edhe pastaj është mbi të gjitha që është edhe formë relaksimi nga ana psiqike, që sado që ti kërkon punë prej tyre, prap është puna se qysh e bëjnë ata me kënaqësi, ajo mandej normal që ndikon pozitivisht tek fëmijët. Po në shëndetin fizik, si ndikon? Tani, duke marrë parasysh që ka lëvizje nga ato që mund të konsiderohen edhe si aktivitete fizike. Po. Shumë prej fëmijëve e kanë dhunti, se me fëmijët është shumë akollaj me punu, është shumë lehtë për shkak se janë të lindur, e kanë elasticitetin akoma të jo të ngurtësum, edhe muskët e tyre janë shumë fleksibil, edhe mund është me ta shumë kollaj me mësu, me i bo hapjet, zgjatjet, thyerjet, edhe është shumë kollaj dhe është ma pak është më evituese ndaj lëndimeve që mundën me pas. Normal që kërkon për kushtim, se nuk mund është me kap direkt me bo një shpag ose një ansore, një diçka pa pas nxemet para prake që i bëjmë, por që e kanë shumë të kollajshme këtë pjesë edhe i ndihmon shumë fëmijët, sepse edhe nëse nesër pas nesër nuk mund të bëhet për shembull balerin, ka një profesion tjetër, prap mënyra se si ka ushtru format e muskujve edhe fleksibilitetit që e ka, ndihmon shumë në çfarë do lloj pune që kanë me përfundu duke e bërë si profesion. Mosha. Sa më i ri, për baletin unë mendoj, duhet të jetë një fëmijë aq më shumë sukses mund të ketë në të ardhmen. Po themi që nëse nuk ka pasur mundësi, s'ka pasur dëshirë, ku ta diun, thjesht nuk është bë që të fillojë një fëmijë në moshë shumë më të hershme. Cili është dallimi tani dhe suksesi që mund të arrijnë këta dy fëmijë të cilët fillojnë në mosha të ndryshme? Ndodh shpesh që nisin me vonesë baletit, edhe tek shkolla. Sa është vonesa? Në momentin që ti fillon me të zhvillu trupi edhe futesh në pubertet, është pak më e vështirë për më qast në balet, sepse, si që thashtë edhe ma ti fillon trupi me pas formën e vetë, nuk është mësu me hapjet e zgjatjet ekstreme, se këto janë, ato që i bëjmë në balet janë hapje ekstreme, edhe zgjatje ekstreme, jo çdo person mundet me i bë, dikush që ka me të lindur, dikush që ka me punë shumë, por që për shembull tek shkolla e baletit fillojnë fëmijët që kur janë në klasë të 4 nga shkolla që e kanë, nga shkolla fillore, edhe mendoj se është pak me vonesë, sepse në për shtetet e tjera kemi pa që janë fëmijët, do me thonë, pre 3 vjeç, 4 vjeçve që janë fut në këtë lëmi, edhe mendoj se ndikon më shumë kur janë aq të vegjël, edhe për faktin se ndoshta edhe nuk është për balet, ndoshta nuk është fare për këtë, do me thonë, drejtim artistik, po është puna që të ndihmon me paraqitje për kulturë. është pjesë e rëndësishme edhe kultura se ti që për fëmijës që e merr. Edhe mendoj se kjo është akoma edhe më rëndësishme, sepse kultura është ajo që e bën një shtet më të mirë, edhe përballja me këto lloje të ndryshme të lëmive, baleti klasik, baleti modern, kemi edhe për shembull është edhe valsi, është edhe tango, janë gjitha këto që lëmi të ndryshme, do të thonë zhane të ndryshme brenda vallëzimit që
dhe më thënë të bëjnë mundje i kulturume, dhe të bëjnë mundje me ndje hapur edhe ti për çdo sen që ndodh rreth teje ti e kupton. Kështu që mendoj se është shumë e rëndësishme që fëmijët me fillu baletin që në moshë 3. Për shembull te kursi im, fëmijët fillojnë që në moshën 3 vjeçe. 3 vjeç. Po, edhe kam shumë. Punu me fëmijë 3 vjeçar. Të marr parasysh që ata nuk është se edhe kuptojnë shumicën e fjalëve apo thjesht atyre qoftë direktivave, qoftë urdhrave apo ku ta di unë, mësimeve që mund t'ju japin. Unë kam 6 fëmijë më duket se janë moshën 3 vjeç, edhe janë më të vështirë për me punu. Vetëm për faktin që shpërqendrohen kollaj, edhe kuptojnë që nuk është, më thënë e ndjejnë që nuk është diçka obligative, po është diçka që edhe targeton, edhe pastaj ata kuptojnë që nuk po merret, domethënë nuk është diçka e frikshme. Janë moshën më kurreshtare të mundshme, janë eksploruesit. Po. Fillon pikërisht ajo kurreshtja që të zgjohet dhe të eksperimentojnë, të ku di une, ta kanë dëmtuar edhe studion në momentet caktuar? Jo, fatmirësisht akoma jo, po që ka pas raste që, domethënë, gati kanë qenë, se shkojnë te pasqyrja, ja bëjnë kështu, shohin veten, largohen, pse kur po ikim më larg jam më e vogël, kur po afrohem jam më e madhe. Edhe janë këto, domethënë, imagjinata e fëmijëve, po unë në përgjithësi kaloj shumë mirë. Edhe nuk më pengojnë, edhe pse janë shumë të vegjël, edhe pse shumë gjëra edhe nuk i kuptojnë. Por që mundoj me nda me faza. Për shumë, 3 vjeçarve nuk ju mësoj atyre që ju mësojmë që janë 6 vjetë, 7 vjetë, se cilin është me fazën e vetë. Po. Mësimet janë të kanalizuara dhe të drejtuara tamam për... Për shembull, me fëmijët e vegjël, të moshës 3, 4 edhe 5 vjeç, më shumë merrem nga ana ritmike, se ritmi është shumë i rëndësishëm në balet. Kështu që mendoj se është shumë më mirë me u marrë me ritmin, me e kuptu domethënë masa 3/4, 4/4, me lojna të ndryshme, me topa, me ato elastiket e baletit, mundohem me pas për shumë si koreografi të veçantë, vetëm për ritmin, që me e kuptu edhe me dëgju në stop muzikën edhe me e kuptu që ritmi është shumë i rëndësishëm. Pastaj me moshat pak më të mëdhaja, janë hapat bazë të baletit, pozicionet të duarve, të këmbëve, leva që është që i themi neve në balet, ushtrimet e levës janë shumë të rëndësishme, nga ana e muskujve dhe nga ana e përforcimit të teknikës në balet, se teknika është shumë e rëndësishme. Kështu që këto ndihmojnë shumë. Në basë këtyra pastaj unë ndaj edhe se çfarë vështirësi e kanë, edhe si ti thjeshtësojnë për fëmijët edhe sipas moshës. Sa është i rëndësishëm talenti për zhvilluar një profesion tamam të mirë, do thotë, në këtë aspekt, dhe gjithsesi përveç talentit, sa ka rëndësi tani edhe puna. Gjithmonë është ajo talenti dhe puna. Ka shumë edhe ke arrit të zbulosh ndonjë talent, i vren talentet kur vinës? Do më thënë automatikisht, që në momentin që futen unë e kuptoj, kur them për shembull që t'ju shoh padiumet e këmbëve, ose për shembull shtrëngoni gjujt, drejtoni shpinën, ose kur i fus pastaj me bë këto thyerjet edhe hapjet, kuptojnë shumë qartë. Shumë shpejt se nëse mund të ketë sukses apo jo. Po kam pas edhe për atyre që nuk kanë qenë aq të mirë në fillim, do më thënë, le të themi ashtu, por që me punë edhe nga mënyra se për shembull ka shumë fëmijë që nuk e kanë provuar asnjëherë me bë hapjet edhe thyerjet, edhe në momentin që domethënë bin kontakt me ato, pastaj e kuptojnë edhe vetë që prit një sekondë se un po ushtrova edhe pak, domethënë i bëj tamam siç është me rregull me i bë. Kështu që talenti është shumë i rëndësishëm. Mendoj unë. Por që edhe puna. Po, patjetër. Nëse ti ke talent edhe e mban vetëm me talent, atëherë nuk e besoj se kime me thënë, dëshme arri deri me një pikë, jo më largë. Nërsa kur ti ke talent edhe pastaj punon më shumë, të gjithmonë kime qenë një hap përpara, kime mundje më i përmbushur edhe për veten. Kështu që mendoj se është shumë i rëndësishëm edhe talenti, po është edhe puna. Ka shumë balerinë që i kam, domethënë, internacional që janë, që nuk e kanë fillu fare për balet, kanë fillu komplet tjetër sen, edhe pastaj kanë kalu te baleti si provë, se kjo më pëlqen te kulturat e jashtme, që fëmijët edhe pse nuk janë të prirë për një diçka, një herë, 2 herë, 3 herë duhet me i provu scenat e reja. Se për shembull ka shumë fëmijë që ndoshta nuk është për balet, ato balerina që i kam ndoshta njëra prej atyre nuk është për balet, është për pikturë, është për piano, është për violinë, domethënë do një zhandër tjetër të vallëzimit, pse jo? Ka shumë lëmit ndryshme që mundet fëmia me i provu. Edhe mendoj se kjo arrit edhe fëmin vetë si personalitet pastaj, sa e kupton domethënë që vështirësinë e një balerini, domethënë nuk është vetëm ajo pjesa e bukur që ti del në skenë me fustanet me xida dhe jenë rregull. E kupton që mbas asaj është një punë e madhe. Ose për shembull mbas një pianiste, e kupton që për me arrit një pjesë të mirë me e bën në skenë, domethënë një partitur, e kupton që
ka punë bra pastaj. Kështu që mendoj se është shumë e rëndësishme që fëmijët me pas shumë kontakt me lloje të ndryshme të lëmive. Edhe kam qef, edhe më thënë pak a shumë edhe si thirrje me bo që edhe në për shkolla me ndodh ky fenomen, po. Që fëmijët prej moshës të vogël ti me i vu në kontakt me lloje të ndryshme. Me i çu për shembull të një fabrik prodhimi, me i çu të një, domethënë në vende të ndryshme në spital, domethënë ka shumë vende të ndryshme që ti mundesh me i dërgu fëmijët vetëm si lloj kontakti që me e pas se sa është e rëndësishme edhe se cila nga këto drejtime po e afron më shumë edhe po e don fëmija. U dihet në të ndezë ndonjë shkëndi për ndonjë profesion që ndoshta s'është se e kanë pa më herët apo kanë dëgjuar për to. Deri tani folëm në kontekstin e profesionit, po gjithsesi flasim pak për neve triturit dhe për mundësitë, ndoshta jo balet, po gjithsesi ka zhande të ndryshme të cilat mund t'i praktikojmë. Unë mendoj kam pa edhe shumë nëpër është një kurs, nuk e di në cilën shtet, që janë për moshat të rritura, edhe moshat e rritura ata që nuk e kanë pas mundësinë kur kanë qenë të vegjël për me vazhdu baletin, po e bëjnë kur janë të rritur, edhe janë moshë domethënë goxha të rritur, edhe po. Edhe nuk e kanë problem. Të paktën, edhe nëse nuk mundesh më bëti prima balerina edhe soliste në një teatr, po. Të paktën ti do si do e përmbush. E kënaq fëmijën e vogël, që ka ngjeli që ki brenda zemrës, po. Por që mendoj se edhe për të rriturit, përveç baletit, ka edhe shumë lloje të ndryshme, domethënë edhe vallëzime të ndryshme. Unë për shembull punoj edhe me çifte që përgatiten për dasmën, se tash është fut edhe në kulturë. Po, patjetër. Po, që hapja e dasmës nga çifti duhet të jetë me një vallëzim pak më ndryshe, diçka pak më ekstra. Edhe sikur të jetë shumë i thjeshtë, paktën është i koreografikuar edhe është, domethënë i përmbushur. Thjesht duhet. Po ka edhe të tillë që janë të ndrojtur edhe nuk është se kanë vallëzuar ndonjëherë në jetën e tyre, normalisht të dalin përpara një publiku, po themi, kushtimisht ata janë gjithë të afërm, po gjithsesi është publika, dalin për një herë për të vallëzuar është e vështirë. Kështu që duhet pak sa ndihmë në këtë rast nga profesionisti, pse jo? Ka shumë, domethënë, prej çifteve që kanë punuar, që nuk e dinë domethënë se çfarë është valsi, domethënë rregullat e valsit, se normal valsin edhe tangon e kuptojmë se çfarë është si term e kështu, po që më u fut tamam me e kërcy, ajo don shumë punë, dhe don shumë rregulla, jo mbaj shpinën drejt, jo krahun hapur, jo këmbët hapat, si shkon brapa, si shkon para. Edhe është një proces edhe shumë i veçantë edhe për ata, se e kuptojnë domethënë se sa është i rëndësishëm, edhe nuk është vetëm e kërcivau në një vals, po është vals me rregullat të cilat duhen përmbajt. Edhe ndjej shumë edhe për aty me pozitivitet, kur rastisin me kështu, me kësi lloj të ndryshme kërcimeve, se është diçka që në kulturën tonë domethënë mungon. Po ajo që mungon te na edhe të rriturit është që nuk përballen edhe me kulturën tonë që e kemi. Kanë qef shumë e mësu kulturat e jashtme, domethënë vallëzimet e jashtme, të vendeve të ndryshme, ndërsa ato që i kemi ne, që i harrojmë pak se, po, e kemi pak më kështu që hajtë se këto i kemi në ato, të mësojmë diçka jashtë. Por që është mirë, domethënë, çfarë do që mësojmë është kulturë, është diçka që të pasuron, edhe pse jo. E vërtet. Në fillim të bisedës e përmende gjithashtu që jeni duke përgatitur për shfaqje të ndryshme me fëmijët në këtë rast, të i përmendim disa prej tyre edhe cilat janë qëllimet tani, jo vetëm në studium, po edhe tuajat personale. Atëherë, me fëmijët po përgatitemi për shfaqjen në fund të prillit. Do jetë një shfaqje që i dedikohet stinës së pranverës. Kjo është me dëshirë e fëmijëve, se më thanë, po sikur ta bëjmë një shfaqje për pranverën me që për dimrin e bëm. Kështu që ja plotësova si dëshirë, pse jo, unë jam shumë bashkëpunues edhe kam qef me i dëgju fëmijët se çfarë thonë. Kështu që më pëlqeu si ide, e nxora pastaj si lloj dramaturgjie dhe si lloj koncepti. Edhe tash po përgatitemi, por shkojnë shumë mirë përgatitjet, edhe shpresoj që kam dalë shumë mirë. Unë për veten tem jam shumë krenar për ata sa kanë mësu. Po tash presim. Ndërsa për synimet e mia, dash personale, e para njerë me përfundu fakultetin. Pastaj kam qef me u inkuadru në baletin kombëtar të Kosovës, edhe me vazhdo aty punën pastaj bashkë me kursin që e kam. Ishte shumë kënaqësi Andi që të pata në studio, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, edhe suksese në shfaqjet e radhës. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi.